gjithmonë kanë thirrë dhe ta kanë dhënë disi me një mënyrë ose tjetër një lloj historiku. Me cili prej dëgjuesve për shembull të kujtohet sot e kësaj dite? Nuk di, po përmend një rast, është Mirani, që tash jeton me stadionin në Austri. Po që kemi nej me to një 3-4 herë në tavolina, se ka ditë që e mund. Po, mas 3 dite ka marrë, jo guximin, po thjesht diçka në trunin e ti ka thonë që more ku punon ti. Dhe i kom tregu që punoj në këtë medium, ka dhënë punë jam dëgjues i rregullt, po zguxoj që atë ton kohën kam dash me thonë që je ka i përngjan me zoti ku na po. Kështu që po, dhe tash i kam miqësi shumë të mirë me to. Mandej ka pas shumë dëgjues që edhe tash nuk i konsideroj ma që kanë qenë dëgjues, faktikisht kanë kalu në atë pjesën ku ndoshta edhe pim kafe shpesh. Është pjesë e mirë. Shumë e mirë, shumë e veçantë. Po, ka pas në të një ritual se ti the që realisht nuk përgatitem edhe gjithçka e lë spontane në mënyrën më të mirë, më të shme le të rrjedh jashtë se të vi. Po, ka ndonjë ritual që në fillesat e tua ndoshta e ke përcjell? Unë kujtohet me Bekimin kur e kom pas emisionin. Bekimi, unë Bekimi u kon më i vjetër. Kemi pas diferencë në moshë dhe thjesht përgjithsinë se kom marrë. Dhe Bekimi dhe ke përbojmë që temi, ja bësha okej. Dhe kjo zbën, kjo përbojmë këto, okej. Ja bësha, ka ndodhë 3-4 rrëtë, po veç okej, po më bënë, thësha okej, për shka tush. Qështë ndihesh ti? Qështë ndihesh. Po, thjesht do më thonë, jo, nuk ka naj ritual caktu, nuk ka pas asnjëherë, gjithë shka ka shku spontane dhe pra pjesë du shumë radio. Veç asaj, gjinia mashkullore nuk është që thjesht kanë me u kujdes në po të njëjtin nivel ndoshta me neve në krahasim, po radio është një plus tjetër që realisht të bën me undi 100% vetvetja. Vetëm ai ke zërin që ta ka dhëruar Zoti, atë fuqinë magjike, edhe ai ke energjinë e mirë për ta transmetuar. Patjetër, unë e shoh edhe kolegët e punës faktikisht ndodh që kanë ndonjë nej ose diçka edhe okej rregullohen. Po nuk e kom pas një kolegët tanë të rregulluar si ti sot. Thjesht do thonë, vinë shumë shpesh herë edhe në tesha sportive, kështu që e kanë ta ofron atë komoditetin, është kënaqësi. As te mos i vëdë ata kolegët e mi kur kanë punu në radio. Se besoj ta tregoj një diferencë të madhe. Po mirë, si është kjo pjesa e zërit? Duhet ta kesh një zot mirë për të punu në radio? Unë besoj që në radio shpesh herë nuk është ndoshta ai zëri mirë që dominon, është ai zëri veçantë. Edhe ka shumë moderator, unë them që sukses është momentin kur njerëzit arrin me të identifiku për shkak të zërit, se e keni është pak më ndryshe, dallon prej tjerëve. Kështu që gjithmonë edhe kriteret që kanë qenë, edhe kriteret që i kanë pas edhe atëherë, domethënë punëdhënësit, unë e di që kanë kërkuar gjithmonë zërat veçantë. Sa i përket pjesës së zërit, a ka kërkuar realisht ndër vite me u mirëmbajt? Se zakonisht kjo pyetje i bëhet edhe këngëtarëve, të cilët janë mjaft pranishëm në mbrëmjet e tyre live që janë dedikuar goxha shumë. Jo kjo pjesa që është me autotune në mbrëmje, shumicën e rasteve playback. Po pjesa moderator, po mendoj grupi i moderatorëve e kërkojnë një mirëmbajtje të zërit, ata që janë radio sidomos? Flas për vete jo. Jo. Për vete jo që më kujdes diçka me përdorë diçka ose thjesht jo. Jo. është prej natyrës. Ky zoë dhe mirë ka jes deri tash. Përvarim nëse nuk ishe qenë moderatori radios, këtë pyetje po ta bëj për shkak që e ke qëndru besnik vazhdimisht të radios, edhe nuk është që ke kalu prej një fushë në fushën tjetër. Edhe pse dalim të muzika, me që e ke hobit shpirtit, kështu pasion të zemrës. Po, çka kishte me qenë ndryshe për parimin nëse jo moderator në radio? Unë nuk e di, gjithmonë prind para luftës, sidomos ka qenë trend për me bo një fëmijë tyne mu bo mjek, doktor. Edhe unë e di, për derisa një pjesë e madhe shoqënisë gjatë asaj kohe fillon shkollën e muzikës, mu më shtynë për me shku në mjekësi.